Shikues të radio televizionit të UTA, u rikthyem në studio për të vijuar tashmë dhe me të ftuarit e këtij mëngjesi. Me neve në studio kemi nderin dhe kënaqësinë që të kemi Aksa Nimanbegun dhe Arja Hasanagën për të folur për talentin e Arjes dhe për garat që ajo ka pasur kohëve të fundit. Mirëmëngjesi dhe faleminderit që jeni sot me neve. Së pari do t'ju përshëndes dhe do t'ju falenderoj për ftesë. Mirë se erdhët Aksa. Faleminderit për ftesën dhe pjanës time. Arja, ke pasur suksese kohës së fundit dhe na trego si ka qenë përvoja jote në garat në Kotor. Në gara në Kotor ishte një përvojë e paharrueshme dhe kjo ishte si një gara e parë dhe unë u gëzova shumë kur fitova vendin e parë. Patjetër, edhe ti e dim që punon shumë dhe instrumenti yt i preferuar është dhe violina dhe ti edhe fitove edhe vendin e parë. Aksa, si është të punosh me një nxënëse si Arjan dhe çfarë e bën atë të veçantë në klasë dhe në skenë? Me Arjen jemi të punu që 4 vite, 4 vite, dhe mund të them që prej orëve të para, talenti i saj është pa. Mirë po nuk kam qenë e sigurt në karakterin e saj, në vërtetet e saja, mirë po me kalimin e kohës, arriti që t'i përballoj të gjithë sfidat, edhe që këtë vit për herë të parë të marrë pjesë në festivalin Guarneri Fest që u mbajt për herë të parë në Maltezi, ku fitoj çmimin e parë dhe u shpëllim me 96 pikë. Një sukses kjo, apo jo? Shumë i madh për Arjen, edhe për ne. Patjetër. Arja, na trego pak për përgatitjet që ke bërë para garës, sa kohë të është dashur që të përgatitesh për këtë garë? Për kohë janë dashur disa muaj, për çdo ditë kam ushtruar. Dhe kam ushtruar, kam punuar me mësuesen time, e cila më ka ushtruar dhe më ka ndihmuar t'i përmirësoj të gjitha detalet. Po, bravo. Cilat janë disa nga sfidat dhe gëzimet e përgatitjes së nxënëseve për gara të tilla siç ka qenë edhe Guarneri? Rrugtimi i përgatitjes së nxënësve për gara është një rrugtim sfidues që kërkon shumë përkushtim, edhe mban me veti një dozë të përgjegjësisë, duke marrë parasysh se ato marrin pjesë, ato dalin para komisionit dhe ato i napin poenat që mendojnë ato që i meritojnë. Për atë arsye kam një sasi të madhe të përgjegjësisë dhe kam qejf që mundi i tyre në fund të paguhet, ashtu që mundohem me gjithë zemër dhe me gjithë shpirt që ti udhëzoj edhe ti ndihmoj që ti kalojnë ato sfida. Patjetër, ja, pra dhe suksesi shifet më në fund. Çfarë ndjenjë është Arja për ty që të dëgjosh emrin tënd si fituese e vendit të parë? Është një gëzim shumë i madh dhe ishte një ndjenjë e papërshkreshme. Je kënaqur ti atë herë kur e ndëgjove dhe emrin tënd? Po. Bravo. Sa rëndësishme është mbështetja e familjes dhe e shkollës për nxënësa të tillë, për të vijuar këtë rrugtim dhe të kenë këto suksese që janë duke treguar dita ditës? Mbështetja si e shkollës, ashtu edhe prindërve është shumë domethënëse për një nxënës, duke marrë parasysh se janë edhe nxënësa të vegjël. Po. Të cilët tek me kalimin e kohës edhe krijojnë identitetin e vet, edhe mbështetja e shkollës edhe mbështetja jonë nuk ka mungu, jemi mundu që t'ja japim gjithë çka mundemi me jap, mirë po edhe prindve ja kemi me bërsh një faleminderit madhe që na kanë nej mrapa që pi ditës parë. Do të thotë edhe ajo është me rëndësi kur janë prindërit një përkrahje për fëmijët e tyre. Shumë. Je pjesë dhe e orkestrës së shkollës së muzikës. Si është të performosh në grup krahasuar me performancat solo? Për bashkëpunim ne mësojmë njëri tjetrin, kurse si solo ne kemi dhe emocione dhe jemi të përgjigjshëm. Si ndihesh ti krahas shokëve dhe shoqeve tua që ti je pak më avëncuar në këtë pjesë dhe si të pëlqen kjo? Ndihesh më mirë? Po.
Bravo. Aksa, çfarë vlerëson më shumë ke një nxënës që synon të jetë i suksesshëm në muzikë? Janë shumë detale që i shikoj edhe që janë disa norma që kam qef që të respektohen. Fillimisht jam me atij mendimi që edukata dhe sjellja janë pikat fillestare për çdo sukses. Arjes nuk i kanë mungu në asnjë moment dhe nuk kam dyshu kur në atë gjë. Pastaj vjen puna, përkushtimi, përgjegjësia për atë çfarë bën. Do thotë që në orë të vi të jetë rregullt, të mos shkapërcej orë, të vije përgatitur, të kryej detyrat e shtëpisë, të jetë aktive në orë, të kemi një marrëdhënie të, si më thon, Edhe shoqërore. Mirë po edhe në anë tjetër edhe mes nxënës ta respektojnë atë normën. Patjetër, ne lusim Regjin që të na tregojë edhe disa foto që Arja ka marrë pjesë ja pra ku i shohim, atje në Guarneri Fest është këto dhe është Arja duke performuar. Arja, na trego pak për këto emocione që ne jemi duke i parë këtu në fotografi, si u ndjeve ti atje. Dhe ja këtu të shohim edhe në një video që je duke performuar. Për emocione, unë kam pas shumë emocione dhe unë kam pasur edhe pak frikë, sepse ishte si gara e parë. Si ndihesh edhe për publikun atje? Ndihesh më mirë kur i performon në Ulqin apo edhe kur merr pjesë diku tjetër më larg? Po, edhe kur marr pjesë në për larg diket kështu. E të pëlqen më tepër si të presin në Ulqin apo në vende të tjera? Në për vende tjera. Po pse në Ulqin? Nuk të pëlqen shumë? Por unë i kam në për ato vende kam qenë unë shumë herë dhe i kam ra violinës dhe mua ma ka mërzit pak. Ka qef diçka të re. Shumë e vërtet. Është mirë të shohim dhe të marrim hapa të ri për të parë më gjatë se çfarë ne mund të bëjmë më tepër. Aksa, nxënësat të tillë është kënaqësi të punosh me to. Ka nxënësa si Arja të tjerë? Sa i përket klasës time, këtë vit kam pas 3 nxënëse që kanë marrë pjesë në gara. Është Arja, Hasan Aga, Rona Kurti dhe Eina Mavrić. Eina u shpall me çmimin e dytë, Arja dhe Rona morën çmimin e parë. Për Einën edhe për Arjen ka qenë garat e para që kanë marrë pjesë, kurse për Ronën kanë qenë, ajo merr pjesë vazhdimisht. Po shpresoj që tash edhe Arja do të filloj të hyjë në atë rrugtim edhe të vazhdoj më gjatë. Është kënaqësi shumë e madhe. Posaçërisht kur në fund mundi edhe i tyri edhe jemi shpërblehet, edhe në këtë mënyrë kur shpërblehet me çmimet e para dhe çmimet e dyta, është kënaqësi e papërshkrueshme. Shumë e vërtet. Arja, ne e dim që përveç shkollës së muzikës, ti merresh edhe me balet. Si arrin ti balancosh të gjitha këto aktivitete ndoshta që ti ke? Me organizim edhe me vullnet. Të gjitha këto balansohen, apo jo, po me shkollën, si ke arritur ti ja dalësh me mësime? Ke qenë nxënëse e mirë? Po. Bravo, ne t'ju urojmë shumë suksese. Aksa, dim që Arja është një talent, mund të them, dhe e shohim që në rrugtimin e saj në shkollën e muzikës dhe baletin, kjo do të ndriçoj. Ju si mësim dhënëse, çfarë i sugjeroni Arjes që të vazhdoj dhe të bëj? Unë si mësim dhënëse për Arjen, që i them gjithmonë, duhet me qenë përkushtueshme si është, duhet me qenë përgjegjshme si ka qenë deri më tani, edhe duhet të ushtroj çdo ditë që të mbajat atë ritmin që veç e ka marrë. Edhe që kadal me hapat e sigurta, hapat të vegjël, unë gjithmonë i them nxënësve në punë të bukura bëhen kadal. Ashtu që kadal me ushtru, me punu, kur ushtrom edhe kur punom, e kena kuptu edhe tesh me këtë garë që suksesi vjen. Do të thotë, sa ma shumë që përkushtohen, sa ma shumë që punom, kadal pa shpejtësina, rezultati vjen.
Dikur da të vinë. Shumë e vërtet. Cila është ëndra e Arjes në vazhdim me që merresh gjithë kohën me këto aktivitete? Për mua, kjo është një pyetje e vështirë, por unë e zgjodh violinën sepse mua më pëlqen shumë violina, por edhe baleti është një pjesë e jetës sime gjithmonë. A keti ndoshta ndonjë figurë që të inspiron për artin edhe për baletin, për muzikën? Për muzikën, për violinën, është një djalë i cili quhet Ray Chen. Ai është një violinist shumë i mirë dhe unë e dëgjoj më shpesh dhe më jep inspirim. Cilat tinguj ty të pëlqenjë më tepër që ti ushtrosh në violin? Cila pjesë ka pëlqy më shumë? Elfentanca, kja e shpejta, që i kam ra. Është e vështirë violina për të gjithë ata ndoshta që nuk e din këtë instrument dhe kanë dëshirë për të shkruar në shkollën e muzikës, çfarë mund t'i thuash aty në nxënësa? Në fillim, ato do ta kejnë zorshëm, por do të mësohen dhe do ta kejnë kështu si ne. Ma letë, më letë në kozë. Bravo, ne të urojmë shumë suksese dhe të ju falenderojmë që ishit pjesë e emisionit të mëngjesit dhe gjithmonë kështu të shkëlqeni dhe të jeni edhe në gara dhe të dëgjojmë gjithmonë për juve që jeni fitues. Faleminderit edhe njëherë Aksa që ishit me neve në emisionin e mëngjesit. Edhe ju e faleminderit shumë. Ju urojmë shumë suksese. Shumë faleminderit.